Ka thonë Muhamedi alayhi salam, Allahu cakton për robërit e tina një pozitë në xhenet, edhe e len robën e tina që me punu për me mri atë pozitë që e ka caktua Allahu subhanahu wa taala. Mirë po robi nuk punon, nuk e mrin atë pozitë me veprat e tina, pozitë e lartë që Allahu ka dashur që ai me pas atë pozitë. Ky nuk punon, nuk ban veprat mira robi që me mri atë pozitë që ja ka caktua Allahu azza wa jall. Edhe që ban Allahu vllazni subhanahu wa taala. Rabbuna al-azim, thot Muhamedi alayhi salam, e sprovon Allahu azza wa jall këtë rob me sprova që ky nuk i ka qef, me telashe, me mërzi, e ky ban sabër, edhe qëndron si musliman, e me këta e ngrit Allahu azza wa jall deri të mrin atë pozitë ku Allahu azza wa jall don që me pa këtë rob. A përshep se vinë sprova të musliman, por me të ngrit aty ku na nuk mujna me mri me veprat tona. Allahu subhanahu wa taala na ruajt, e na nimov gjithmonë, e na forcof gjithmonë, e na bëf prej muslimanëve të mirë, prej muslimanëve që bëjmë sabër, prej muslimanëve që lusëm Allahun azza wa jall ditë e natë.